Mirita, une arsimi prap. Sot do të bëjmë një salat me makarona. Po pikës pari do të mi blesanet e mas ne me bo. Kështu që pi blejmë edhe pi anisim. Mos mi përësit shumë gjona se gjysën i arë. Që që nga ka ble arsimi, dhe më thonë që ato që ja këna lypë, që ato i ka ble. Që si mujtë me vlu. Mos të harrojmë krypën gjithë se si. Një lugë të madhe gjellë skrep. Ndërkohë, na po e pregaditëm pak do tomate të vogla, të ngjyshe, verdha edhe të kuqe. Një qepujk apo kepere. Djath mundësisht me qenë djathi i rrisë. Djathi i rrisë është shumë i shëndetshëm. Pak McDonald's, aqukën e tymos në vaj të lirit. Starojmë, në fund e kemi edhe parmigianin. Në më thonë, këtu isim në një të gjitha. Kështu. Makanozin. Bëjmë një para pregaditje. Aqugën. Coptojmë sa majmë që mujmë. Qështu. Qëto janë përbëmësit kryesor të kësaj salate. Shtojmë pak edhe tani domate. Pak vajne e aqugës. Nëse nuk i kemë të mjaftueshëm, i shtojmë vaj ulliri. Ujtë veç ka fillu me vlu, mirë po vlën. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, përmbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pam përgatim. Te ja shtojmë mishit dhe e ziej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Tamam, këto veç që nëzi, i kullojmë.
Për ndryshe, mujna dhe me i ftoft, me ujtë ftoft. Taman për salat. Ndërkohë, e bëjmë një dekorim të pjatësh është të vogël me një salat gjelbërt. Po thuj se ka nevojë dhe për pak vaj, si e thamë edhe më herët. Qesim pak kryp. Biberin kurse si me harru. Edhe bojmë përzirin. Që kjo është një salat pothuajse për 2 persona. Salat e ftoft me pastë ju bof mirë.